dy gjëra që ndodhen në jetën kohë janë formë presioni. E para, ka të bëj me këtë takimin e paralajmëruar në kuvend, dhe e dyta, me ish bashortin e zonës Balluku, Zotin Balla. Pra, e kanë zgjedhur ditën që ndërtojnë rrëfim më shumë se sa që duhet, për arsye se Sokol Balla edhe Balluku nuk besojnë që ka të bëjë me një ngjarje, me një që prokuroria ka nisur hetimet dhe sigurisht që zoti Balla nuk është i përfshirë në këtë pjesën tjetër. Prandaj mendoj që prokuroria e ka ndërtu taktikisht presionin shumë të fort dhe me senso është presioni fort në s'mund të quaj shantazh, por është një mënyrë për të treguar opinionit publik, për të treguar deputetëve se ata janë në kontroll të situatës dhe dinë më shumë sa që duhet. Por cila është e vërteta për atë që apo po mundohem të them cila është e vërteta e asaj. E para, ajo që ka dalë nga një mbledhje ose nga e vërteta e kujt tuaj? Që mendoj unë që ka ndodhur sot aty, është që shumica e njerëzve që kanë raportuar, fjalët e opozitës i kanë vendosur në gojët e prokurorëve ose të grupit të prokurorëve. Po prokurorët i kanë thënë këto apo i kanë vendosur ta? Nuk kanë thënë prokurorët që zonja Balluku ka bërë presion përmes njerëzve të fortë, larg asaj. Një prokuror, nëse e thot atë, unë po flas me logjikën e thjeshtë. Qartë. Nëse një prokuror thot që është bërë presion për njerëz të fortë, njerëz të fortë do duhet të ishin në arrest sot. Prandaj, kjo nuk ekziston. Ajo që është e rëndësishme te kjo pikë është që opozita ka pas momentin e vet, sidomos Gazbardhi i cili ka psuar një fiasko në Fier, dhe tash e përdor si arsye të fortë kundër saj, edhe për treguar se Fieri ka qenë një zonë e korruptuar nga një njeri çfarë është, ose nga një grua çfarë është Belinda Balluku. Dhe ky mlef i Fierit pastaj bartet në fjalor, në narracion e tjera përtej asaj që ndodh. Tash, gjëja tjetër që është shumë, është tipike prokurorit për presion, për ta shkatruar idenë e rezistencës, kur ai përmend 9/4 si në matematik 35 vjet burg për shkak se ka përsëritur të njëjtën gjë 5 herë. Unë nuk e di që ka një akt akuz përveç asaj që është folur, ose hetimi nuk është zgjeruar, hetimi vetëm janë përmend, por nuk ka asgjë deri me tash përveç asaj që i është referuar herën e parë, kur është ngrit akt akuza, dhe së dyti tash që po thonë që zonja Balluku duhet largohet urgjentisht për një arsye të vetme, për arsye se mund t'ju bën presion njerëzve të cilët punojnë në ministri dhe mund t'i shërbejnë prokurorisë. Ylli tash, këto janë procese, kjo është një betejë. Çështja është se zonja Balluku është e pezulluar dhe nuk është në funksion që nga momenti kur ka marrë vendim gjykata kushtetuese. E dyta, nëse nuk është në funksion, atëherë kush i pengon hetimet, dhe treta, që është më kryesorja, a do i merret imuniteti, se ajo s'ka nevojë për të jap dorëheqje, se s'është brenda, ose nëse jap dorëheqje e jap për opinion, se ajo nuk ka funksion tashmë, dhe treta, çfarë do bëjmë me Partia Socialiste me imunitetin. Dhe a do tjetë ajo që tha zoti Balla, që imuniteti është i panevojshëm që të hiqet, për arsye se janë plotësuar kushtet që hetimet të vazhdojnë pa pengesë, për arsye se funksioni zojës Balla është i pezulluar. Moralisht, zojës Balluku, moralisht është çështje e zonës Balluku se çfarë vendos me veten dhe funksionin e saj. Politikisht, për mu, rastet që tregojnë trikat e rastet të cilat janë ekzemplar të torturës juridike
dhe faktike, ku njerëzit ende u kanë kaluar 2 vjetë e gjysh që presidenti i vendit ende nuk është me akt akuz, ende nuk ka hy në gjykat dhe ende është në paraburgim. Ka ju në gjykata, problemi këtu. Proces gjyqësor është. është në proces gjyqësor, mund pas bëjmë ka edhe- fillu proces. Po qartë janë. Mund të bëjmë një analizë juridike të çështjes, siç e bëri Batoni, mund të bëjmë një analizë politike të çështjes. Unë mendoj që është më mirë për ne që ta bëjmë analizën politike se juridike. Domethënë, Edhe politike e bëri. po, e bëri më shumë juridike se jo pa ka kushte, jo s'ka kushte. Ne ka kushte apo s'ka kushte, nuk e bëjmë dot si bisedë, edhe se nuk jemi juristë, edhe se nuk e njohim juridikisht çështjen ai shumë. Ne e dim politikisht që majoranca ka pasur një qëndrim në reformës në drejtësi. Që në 2016 kur u bë reforma në drejtësi, pati një mbështetje ndërkombëtare, dha garanci të gjitha forcat politike, por më pas pastaj ndoqi vetëm majoranca që nga meritimi i atyre ligjeve të famshme që në 31 gusht 2016 dhe sot ne kemi një qëndrim të majorancës në reformës në drejtësi, i cili është vënë provë. Dhe në këtë provë, majoranca është në mbikëqyrje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian, të cilët janë shprehur hapur se janë duke pritur se çfarë raporti do mbaj Shqipëria, qeveria, majoranca me drejtësinë. Pikrisht e kisha këtë pyetje unë dhe ti bëre mirë që e fute i Kjo është çështje. Do me thënë, unë e kisha me Pra, qenë... ne po diskutojmë Mos ja heqin imunitetin se thot Avropi. A duhet që ta Ulandi ta marrë dosjen për fije për pe ta shoh a ka akuzë apo jo? Apo duhet mbaj kjo majorancë një qëndrim parimor dhe të thotë, në qoftë se spaku e na kërkon këtë gjën, do ja japim ose nuk do ja japim. Pastaj politika penale, hetimi, mënyra se si që përdor spaku e tjera janë mund të rishikohen me kalimin e kohës dhe mund të përmirësohen edhe me ligj në bashkëpunim. Megjithëse BE-ja dhe SBA-ja përsëri kanë thënë që nuk duhet preket asnjë gjë nga reforma në drejtësi. Kështu që neve sot vendimin nuk e kemi a bindën ata 3 prokurorët, deputetët apo jo. Ne e kemi, qofse ata e kanë kërkesën të përsëritur, të fortë dhe kërkojnë patjetër imunitetin e zonës Zhbulluku, majoranca duhet mbajë qëndrim parimor që ka pretenduar se mban ndaj reformës në drejtësi. Pra që do ja japi imunitetin për të vazhduar rrugën përpara. Në qoftë se nuk është e gatshme ta bëjmë me këtë gjë, atëherë duhet ta hap rrugën. Duhet një forcë politike e cila mund ta bëjë këtë gjë, e cila sot nuk gjendet ndoshta as te PD-ja. Po duhet një forcë politike, duhet ta vendosë publiku pastaj. Si të Në qoftë se majoranca të futet në zgjedhje dhe të zgjedhet me këtë temë. Nuk mund të bëjmë ne eksperimente të cilat na kushtojnë vendit, se këto janë eksperimente që kushtojnë vendit. Zgjedhja është votore, Fuqi. Ai ka 83 mandate, 84 83 mandate.